Dëshmoj me gojë, me mendje dhe me zemër, me krejt qenien ton, që s'ka të adhuruar me hak, me merit veç Allahu, dhe që Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij, me fenë të vërtetës së drejtësisë, dërguar vetëm mëshirë për të gjitha botrat. Paqja dhe bekimi i Madhit Zot qoftë mbi krejt profetët, Muhamedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij të nderuar, shokët e tij të pastër dhe besnik. Paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi gjithë ata që e besuan dhe ndoqën dhe ndjekin udhën e tij të përsosur, të bekuar deri në ditën e gjykimit, ditën e premtuar. Amin. Dashur vëllezër, motra të nderuar, me që jemi në muajin hënor të Rabiunil Awwal, ose shqip pranvera e parë quhet, është pikërisht muaji që lindi krijesa më e lartë dhe më e nderuar tek i Madhi Zot, lindi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dielli ndriçues për gjithë ata që sinqerisht kërkojnë të vërtetën dhe udhëzimin. I dashmi Allahut, porta për në xhenet dhe rruga për ke i Madhi Zot. I zgjedhuri i Perëndis, i dërguar i vetëm mëshirë për gjitha botrat. Sot do përpiqem me nim të Allahut, na ka ploft mëshira e tij në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe na ndriçof mendjet dhe zemrat për dashurinë që duhet kemi për Allahun dhe dërgumin e tij Muhamedin alayhi salatu wassalam, që janë pandashme nga njëra tjetra, por sot do flas për dashurinë për profetin sallallahu alaihi wasallam, si deg apo pjesë e patjetërsueshme e besimit pastër dhe të vërtet në Islam. Dihet që krejt krijimit, gjithësisë, i ka parapri dashuria e Allahut për krijesën njeri. Pra Allahu deshi një krijesë që quhet njeri dhe krijoi gjithësinë për këtë dhe nënshtroi gjithësinë për këtë njeri. Pra nga cilësitë e Zotit është dashuria ose shumë dashja. Nga cilësitë e Zotit është dashuria. Dhe nga emrat e Allahut është El-Wadud, shumë dashtës, dhe që e sëndërton me fakte dashurinë që ka për krijesën e vet dhe simas gradëve. Pyetja, pse duhet diçka? Tash i kthehemi ke pozicioni i robit, ne jemi robër të Allahut. Allahu na deshi, pa u kriju fare. Krijoi gjithësinë dhe nënshtroi në shërbim njeriut, pa ja kërku kush. Tash të kthehemi ke edukata jonë me Zotin, qëndrimi jonë që duhet kemi për kundrejt saj dashurie që Allahu pati për ne. Dhe ka. Por çfarë duhet diçka? Njeriu natyrën e vet urren dhe don. Njeriu patjetër që do urrejë dhe do doj. Por çfarë duhet diçka? Për tre gjëra ose krejt lidhjet që ka njeriu me atë person ose diçka që don, përmbledhen në tre pika, tre çështje. Përsosmëria, hieshia, bukuria dhe bamirësia. Dihet që i përsosur i absolut është Allah. I hishmi që se përshkruan do të kush dhe nuk e gjithë përfshin do të kush. Bukurinë hyjnore është Allahu, i pafundësi. Dhe bamirësi absolut, që si marrin kur mirësitë dhe bamirësitë e veta, është Allahu. Pa fije në dyshimit. Dhe sa do të përpiqet mendja njerëzore ta nëmrojë dhe ta gjithë përfshi mirësinë e Zotit, apo hijeshinë e Zotit,
nuk arrin dot, edhe pse jemi të urdhëruar që ti kujtojmë dhe përpiqemi ta njohim sa më shumë Allahun. Mas Allahut vjen pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ne e duam profetin alayhi salatu wassalam se ka qenë i përmbrena kufive të krijesës, krijesa më e përsosur e Allahut, me gjithë kuptimet e fjalës, fizikisht, moralisht, mendërisht dhe me krejt dhuratat që i ka dhënë Molli Zot. Profeti alayhi salatu wassalam është krijesa gjithashtu dhe më e hijshme në gjithë kuptimet e fjalës, fizikisht dhe moralisht dhe mendërisht. Njerëzit thonë që Jusufi alayhis salam, profet nga profetët e Zotit, ka qenë një person tepër i hijshëm tek i cili ka qenë mbledhur gjysma e bukurive të kreaturave. Ai sa dihet ai historia që gratë e pallatit mbretëror të Egjiptit prend durët me thika në vend që të priçin frutat, mollët, kur e pan Jusufin alayhis salam. Po profeti që është vula e profetëve, që është më i larti nga të gjithë, a kishte bukuri fizike më të pakët se sa Jusufi alayhis salam? Jo, e kishte shumë më të madhe se Jusufi alayhis salam. Pa Allahu deshi që vula e profetëve mos tërheqi vëmendjen në bukurit trupore fizike, ai sa duhet tërheqi vëmendje dhe duhet përqendrohemi ke bukurit morale dhe ke udhëzimi i Zotit që na erdhi neve nëpërmjet këtij personi. Mas Allahut, pra për çfarë duhet diçka? Për përsosmërinë që ka, për hijeshinë dhe bukurinë dhe për bamirësinë. Mas Allahut, krijesa më bamirëse e atyre që kanë qenë, atyre që janë dhe ato që do vinë, është vula e profetëve, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dikush mund të çuditet me këto fjalë. Dashuria në Islam, dashuria për Allahun, do thotë me e desh Zotin mbi gjithçka, që është e pandashme nga bindja ndaj Zotit, kur njeriu luhatet për t'ju bind tek vetëve apo dikujt tjetër apo urdhit Zotit. Dashuria që duhet kemi për Allahun, që duhet jetë e pakonkurrueshme në mendjen dhe zemrën tonë, është kushtëzuar me ndjekjen e profetit alayhis salatu wassalam. E sqaron Kurani si në Medinë ishin duke debatu jehud, krishterë dhe musliman, kod profetit alayhis salatu wassalam. Thanë, jehudët ne e duam Zotin Allahun më shumë nga të gjithë. Thanë edhe krishterët ne e duam Zotin më shumë nga të gjithë ju. Thanë edhe musliman, e natyrshme, legjitime, që jo, ne e duam Zotin më shumë nga të gjithë. Vjen përgjigje nga i Molli Zot. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Thuaj o Muhammed njerëzve, nëse jeni vërtet që e doni Allahun, më ndiqni mu, pra ndiqni profetin e Zotit, Muhammedin alayhis salatu wassalam. Është shfaqje konkrete përjetume deri në qerizën e fundit besimtarit musliman që vërteton që don Allahun mbi gjithçka. Pra ndjekja rrugës pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe qa keni si shpërblim? Yuhibbukumullah, ju doni juve Allahu që ose ndiqni profetin alayhis salatu wassalam. Dhe po deshi Allahut mjafton për gjithçka në këtë botë dhe në botën tjetër.
kulmi, qëllimi kulmor i jetës tonë do të jetë me fitu kënaqësinë dhe dashjen e Zotit. Qofshin gjithë dashmit e Allahut inshallah. Pra rruga për të arrit kulmin e suksesit për dyja botët është me dash Allahu, dhe kjo rrugë është ndjekja rrugës pejgamberit alayhis salatu wassalam. Jemi gjunofqar, nuk kemi ku shkojmë pa na u fal gjunofet. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni, thuaj o Muhammed, thuaj musliman vetës tjerëve, nëse je që do Allahun dhe na musht Allahu me dashuri më mandin e vet. Më ndiqni mu, pra ndiqni rrugën e profetit, yuhibbukumullah, ju don ju Allahu, wa yaghfir lakum dhunubakum, dhe ju fal gjunafet, Allahu na fal gjithë. Pra si mund tjetë, kush mund ta konkurrojë Muhamedit alayhis salatu wassalam në bamirësi ku Allahu e ka pozicionu këtë njeri dhe e ka bë rrugën dhe portën për të fituar dashurinë e Zotit dhe xhenetin e Zotit. Allahu na boft rizqë. Është një jetë që ne ngjojmë shpesh, ngjojmë çdo xhuma, pothuajse. Wa ma arsalnake illa rahmatan lil alamin. Dhe s'kemi dërguar ty vetëse mëshirë, dhe që është jashtë mëshirës është e përjashtuar nga personi Muhamedit alayhis salatu wassalam. Çka ka ardhur prej atij njeriu, nga udhëzimet, nga fjalët, nga sjelljet, nga të gjithë qëndrimet, gjitha është mëshirë për Zotit për kë, për arabt vetëm, për turqit vetëm, jo, për gjithë botërat, dhe fjala botërat, priti qik. Botërat. Për gjithë krijesat. Bota e dukshme dhe bota e pa dukshme. Bota e gjinëve dhe bota e njerëzve. Bota e melajkeve. Bota shpirtnore ku kemi qenë gjithë para se të vim këtë dynjë. Dhe bota e dynjës, dhe bota e përkohshme në varreza, dhe bota tjetër mas ringjalljes. Fjala s'kemi dërgu vetë se mëshirë për gjitha botrat, i përfshit gjitha këto. Tja u ilustroj me fakte që kanë ardhur nga shpallja hyjnore. Në botën shpirtnore, Allahu në ka pyet gjitha, keni në Koran, a nuk jam unë Zoti juj? Ne kemi thonë pa tjetër që ju jeni Zoti ju. U fudëm ka fazin verbues të trupit, shpirtrat tonë, dhe u shkëputëm nga bota shpirtnore dhe është e pamundur të komunikosh drejt për drejt me Zotin. Se kjo botë është kufizume, ka kufi trupor, hapsinor dhe kohor. Këtë na e kanë kujtu profetët, na kujton Kurani, shpallë, që ne në të botë i kemi thonë gjithë Allahut, që ti e Zoti jonë pa fije në dyshim. Pastaj njerëzit me të parë njëri trupërisht, që është Ademi alayhis salam, fillon kalimi nga bota shpirtnore në botën lëndore, trup e shpirt bashkë. Zanafilla e historisë njeriut, e dini historinë e Ademit alayhis salam, Allahu për mallënit vet i than në kopshtin xhenetin e sprovës, jo xheneti përfundimtar. I tha Ademit alayhis salam dhe Hawas alayhis salam, pra dy prindërit e gjithë njerëzimit, ky është kopësht për ju, hani dhe pini këndshëm dhe lirshëm, përveç se një pemë, e dim historinë. E mashtroi shejtani, shkau baba jon, Ademi alayhis salam, gaboi dhe si ndëshkim, ai bashkë me Hawan, bashkë me Iblisin, i zbriti i molli Zot nga xheneti. U pëndu profeti Zotit njeriu parë dhe profeti Zotit në tokë, trupërisht, jo shpirtisht. Shpirtisht ka qenë Muhamedi alayhis salatu wassalam. Vjen ka ardhur nga profeti alayhis salatu wassalam, që Ademi, profeti Zotit, mas i boni gabimin, i kërkoi falje Allahut, dhe ke mënyra se si i kërkoi falje të mollit Zot, i thot, o Zot,
për hir këtij personi Muhamedit, ma fal gabimin. I thot Allahu Ademit alayhis salam, ku e njohet i Muhamedin? I thot, unë o Zot poshtë arshit tënd, nën fronin tënd, pasht la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Pra s'ka Zot adhuruar me hak veç Allahut dhe Muhamedi është i dërguar i Zotit. Dhe menova dhe i thash vetes, ky njeri, emri i cilit përmendën nën fronin e Allahut më njëherë mas emrit Zotit pa fjalë e dyshimit ka vend deri dhe të veçantë ke molli Zot dhe kërkova ndërmjetësinë e tij. Është transmetim bindës i qëndrueshëm nga profeti alayhis salatu wassalam. Pra ke kuptimi i fjalës, s'kemi dërguar ty ne vetëm mëshirë për gjitha botrat, i përfshin gjitha botrat, edhe botën shpirtërore para kësaj bote materiale ku jemi. Tash të kthehemi në botën materiale. Pa fjalën e dyshimit, profeti alayhis salatu wassalam i përfshirë në këtë gjithë përfshirje të mëshirës dhe të përjashtuar nga i molli Zot, pra në të kundërtën e vet, kemi dërguar vetëse mëshirë për gjitha botrat. Allahu përmendit vet në Kur'an, unë po përpiqem t'ja u shkurtoj sqarimet me ato që kanë zbrit kanë ardhur nga shpallja. Se për të folë për këtë temë mund të rish me javë. Po mor pika që janë përmbledhse dhe fakte patundshme. Allahu fjalën Siraj pishtar në Kur'an e përmend vetëm për dy gjëra. Për diellin që e shohim çdo ditë, që Zoti e ka bërë sebeb shkak për gjallëninë biologjike të njerëzit dhe gjallësave tjera. Dhe përmend fjalën Siraj pishtar për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra është dielli sebeb me urdhër të Zotit, me dashjen e Tij, sebeb për gjallëninë mendore dhe shpirtërore të njerëzimit. Pa diell s'ka jetë, thonë njerëzit e dinë të gjithë në këtë botë. Dhe pa udhëzimin e Zotit që erdhi i plotësuar dhe i vulos nëpërmjet Muhamedit alayhis salatu wassalam, dielli i mendjeve, i zemrave dhe i udhëzimit dhe i moralit nalt për gjithë ato që sinqerisht e kërkojnë udhëzimin e Zotit, është Muhamedi alayhis salatu wassalam. Pra nuk ka jetë imani, besimi shpirtëror e mendore vetëse nëpërmjet rrugës pejgamberit Muhammed alayhis salatu wassalam. Kështu ka desh Allahu, e ka bëu atë sebeb profetin alayhis salatu wassalam. Dhe ai që është i udhëzuar në rrugë Zotit është i lumtur, i shpëtuar dhe i fituar në këtë botë, në botën tjetër pa fjalë dyshimit. Në rrojet profeti alayhis salatu wassalam kaloi një botë tjetër, bota e ndërmjetme. Pra edhe herë ajeti i Kuranit s'kemi dërguar vetëm mëshirë për të gjitha botrat. Po flasim botrat, etapat e kalimit njeriu nga botë shpirtërore në këtë botë, në dynjë, në botën e ndërmjetme të varrezave dhe pastaj botën përfundimtare me fillim dhe pafund mas ringjalljes. Kaloi profeti alayhis salatu wassalam në atë botë, pra në botën e ndërmjetme. A mbetet profeti alayhis salatu wassalam akoma me nim të Zotit dhe me leje të Zotit mëshirë për ne. Si person, po pa fjalën e dyshimit, dhe ta kundërshtoj kudet, se ka pseudo hoxhallar dhe ignorant që ja kanë ul profetit alayhis salatu wassalam vlerën dhe nderin dhe pozitën që ja ka dhënë Allahu. Në emër të fesë dhe në emër të fanatizmit fetar. O janë ignorant, o janë sahan lëpirës që hajnë dhe paguën diku. Si është akoma mëshirë profeti alayhis salatu wassalam përveç udhëzimit që e ka lënë. I zbriti shpallja hyjnore, e zbriti si ja solli i molli Zot,
me kulmin e besnikërisë, ja kaloi njerëzis, u shënuan Kurani, është përcjell trashëgimia profetike, dhe sot e kësaj dite ne gëzojmë pasurinë më të madhe në botë për fenë të pasur islame. Po flasim konkretisht, s'kemi dërguar vetëm mëshirë për të gjitha botrat. Profeti alayhis salatu wassalam është në botën e ndërmjetme. E para ka thonë vetë, unë do flas me ato që ai ka thonë vetë, dhe fjala e tij nuk është se vetë se shpallje për të madhin Zot. Gjallënia ime nga këtë botë është hajër për ju, dhe vdekja ime për kalimin në botën tjetër është hajër për ju. Të dyja janë hajër. Pse? Sepse nëse nuk do ishte, do bite ndesh me ajetin e Kuranit, s'kemi dërguar ty vetë se mëshirë. Një, ma konkretisht. Profeti alayhis salatu wassalam thot që kudo që t'jeni ju dhe më çoni salavat, pra salavat, Allahumma salli ala sayidina Muhammed wa barik. O Zot, bekoje prisin ton, profetin ton Muhammed alayhis salam, begatoje. Arrin salavatet tuja tek mu. I thanë, oj dërguari i Allahut, a nuk të ka tret toka ty atëherë pra kur ndrosh jetë? Jo, i thot profeti alayhis salatu wassalam, sepse Allahu e ka bë haram, ja ka bë haram pra të na lumë tokës që ti haj, pra ti xhbëj trupat e profetëve. Dhe mu më vin, pra me urdhër Zotit, vin me lajket, salavatet që do të çon ymeti im edhe atje në varku ku do jem. Dhe Allahu ja kthe një herë dhe unë ja kthej 10 fish. Ç'do të më thonë me ta kthy 10 fish? Shpreha, ne përshtasim shqip. Do i çikomi sëru gjitha. Allahumma salli ala rasulillah. O Zot, bekoje, ke bekimi hyn gjithë mirësitë e Zotit. Wa barik. Begatoje. Wa sallim, paqtoje. Profeti alayhis salatu wassalam na e kthen 10 fish. Edhe i thot, o Zot, bekoje, begatoje, paqtoje filonin. Kush lutja është më e sigurt ke i molli Zot që pranohet? Lutja tona apo lutja pejgamberit alayhis salatu wassalam? Pa fjalë dyshimit që lutjet e profetit alayhis salatu wassalam është dërguar vetëm mëshirë për të gjitha botrat. Pa të qenurit mëshirë për ne nuk përjashtohet edhe në jetën e përkohshme të varrit. Prit që ka prap, se sot ka ignorancë mes muslimanëve, sot ka të futur mes muslimanëve, e dini që në Izrael ka një super universitet islamik ku përgatitin agent që i fut, janë shumë përgatit, dhe ka s'hyn rrjeta sociale, dhe ka nuk futen mesin e muslimanëve, i deformojnë fen, dhe një nga deformimet e fesë është që kanë ullë vlerat e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ja kanë cungu atë mundësi që ja ka dhënë Allahu në dobit i umetit vet. Ndërkohë që atë që ta jep Zoti se pengo kush, po të paktën hapi syt mirë. Pyet mirë prej kujt e merr fen. E pyetën profetin alayhis salatu wassalam pse agjiron ditë ejta dhe ditë hëne. Transmetim është se për ditë në honë që këtë ditë kam lind. Një tjetër thot profeti alayhis salatu wassalam se në këto ditë mu më paraqiten punët e umetit tim, krejt punët e umetit që në këtë vetë. Allahu është i gjithëmujshëm, ja mundson profetit alayhis salatu wassalam që çdo ditë e njëjtë punët e krejt umetit i paraqiten dashmit vetë dhe dashmit tonë, Muhammed alayhis salatu wassalam. Dhe kur shoh punë liga gjunafe, i kërkoj falje Allahut. Pra ndërmjetësia e pejgamberit alayhis salam është ekzistente dhe e pashkëputur edhe në jetën e përkohshme të varrit. Dhe nëse shoh punë mira ky umeti im, unë falenderoj Zotin. Në gjon musliman. Më ka dhe hoxhallar. Mos them që është rrymë e veçantë që
interesohen ke kjo pikë, se kështu ja do interesi të krishterëve dhe jehudëve. Por po troç po ja u them. Kështu se unë kam debatu vetë me të krishterë. E kanë mojt gjuhës dhe kanë krejësit mëdhe të thonë që profeti juaj është i vdek, kurse i joni është gjallë. Ata e qynë Zot, gjonëm Zotin e rujt. Jo. Profeti jonë Muhammed alayhi salatu wasalam është i gjallë me atë lloj gjallënie që i përket asaj lloj bote. Sepse edhe faraoni që është nga kundërshtari më i madh i Zotit, ka gjallëni në jetën e përkohshme, e keni më kuron mërbur. I shfaqet ati si torturë, si vujtje e varrit, i shfaqet mesë mbrëmje veni që do të ketë në xhehenem. Po hik lezo Kur'anin dhe mos një gjo pseudo hoxhallar apo rob të shit. Që Muhamedi alayhis salam është i vdek, po është i vdek për sa i përket sa lloj gjallënie që jemi ne këtu që po flasim bashk. Është një lloj gjallënie tjetër dhe ne besojmë një Zot që është i aftë të krijojë larmi gjallërie, kur njëra gjallëri është vdekje për tjetrën dhe tjetra është vdekje për tjetrën. Siç është bota jonë me botën e varrit. Jeta këtu me jetën tjetër. Po si mund të thuash ti, o shkencëtar i fesë islame, ose ignorant, ose i shit, që edhe e thu me kënaqësi të mëdha që Muhamedi alayhis salam, thotë edhe alayhis salam. E di në hadithin që ai na kthen neve salavatet dhe selamit. Po si një i vdekur mund ta kthej salavatet? Si një qiqeka i vdekur i paraqet kanë punë dhe krejt i umetit. Ne s'lumrim do të punët tona. Shiko që lloj gjallëria është. Gjallëri shpirtore, mendore, që e ka aftësu Allahu të skanoj dhe të shikoj dhe të informohet për krejt punët e umetit, janë miliona njerëz. Dhe për çdo rast kur është për mirë të falenderoj Zotin dhe për gjunafet të kërkoj falje Allahut. Ka ignorancë, ka dhe dasha keqësi. Po, ka ignorancë fetare, po ka dhe dasha keqësi. Janë të dyja të rrezikshme. Të dyja janë të rrezikshme. S'kemi dërguar në ty vetëm mëshirë për të gjitha botrat. Dhe dihet që shpalosja e këtij ajeti Kurani si mëshirë për të gjitha botrat është edhe në botën përfundimtare, botën e amshume, botën e pafundme, në ditën e Kiametit, ku e din të gjithë, që do i thonë Ademit alayhis salam, ti je i pari njerëzimit, lutju Zotit na fali. Jo unë i thotë, thojnë Musës, profetët vetë, ja kalojnë njëri tjetrit guximin për të ndërmjetësuar për umetin e vet, për t'i kërkuar falje Zotit dhe gjithë secili do thotë nefsi, vetja ime, gjithë secili ka hallin e vet. I vetmi që do thotë ummeti është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nëse do të ngonim të qenurit mëshirë për të gjitha botrat, Muhamedin alayhi salatu wasalam, në kohë apo në hapësirë, do shkelni me kam ajetin e Koranit që është gjithë përfshirës, vetë se mëshirë. Thamë, bollë shpirtnore, pa ardhur në trup këtë botë, në këtë botë, në botën e përkohshme, në botën e përtejme, mas ngjallës i vetmi që do thot umeti im, do bim sejdë me ballë tokë, para mallënisë Zotit, dhe do lutet, dhe do i thuhet nga i madhi Zot, ja Ahmed, ja Muhammed, o më i ndërumi, irfa raseke, ishfatu shafa, në reje kokën, kërkon ndërmjetësi, do t'jepë ndërmjetësia. Allahu Akbar. Wa sallallahu ala habibina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad wa ali wa sahbi ajmain. I vetmi, vetë se mëshirë, në Mi'raj mund thot dikush prit se është bota shpirtnore, erdhe në botën këtu shpirt edhe trup, është bota ndërmjet me,
e berzahut, e varezave, e vareve. Pastaj bota tjetër, tham nga i shembull që vërteton të qenurit e Muhamedit alayhi salatu wasalam vetë se mëshirë. Dhe përjashtohet e kundërta. Është një botë tjetër, besoj e keni harru, ose ju ka dalë nga mendja. Që s'ka lidhje as me atë botë, as me këtë botë. Është mrekullia e Miraxhit. I me trup e me shpirt profeti alayhi salatu wasalam i përçojt 7 qiejt dhe e qoj molli Zot për te 7 qiejve në vërsi me madhështinë e vet, me mallninë e vet, ku afrohet dhe s'ka për të afru kur as i krijes me Zotin. Pra, si kohë në botën trupore dhe shpirtnore. Profeti alayhi salatu wasalam, shikoni të qenurit vetë se mëshirë për gjitha botrat, që ka të Allah. Dhe është i mallkuar, nga thonë profeti alayhi salatu wasalam, ai që po shtron dikë më animal mirë që ka ndëruar Allahu. Pejgamberi alayhi salam deri ke muslimoni më i fundit, ose njeriu më i fundit. Umek profeti alayhi salatu wasalam të kalon 7 qiej, e përtej 7 qiejve. Ju dha titonia atyne që kanë qenë dhe atyne që do vinë profetit alayhi salatu wasalam. Në këtë takim tej qellor. Normal, njëri. Umek nuk mund të viste, nuk mund të fliste. I zbret një pik uji, si shtarkon vetaj kur zbriti rishtas në tokë. Nga nën arshi. Edhe e përshkruan, ai sa mund të kuptojmë ne, se ajo prap nuk, se ca gjona me shiume, jo me të kuptume, ishte më ëmbël se mjalti. Dhe ju mund zgjidh gjua. Dhe thash, at-tahiyatu lillahi was-salawatu wa tayyibatu. Këtë që themi ne jemi urdhëruar me thonë namaz kur jemi ul. At-tahiyatu krejt për ulësit, madhërimet, lillahi për Allahun. Wat-tayyibat, punët e pastra, punët e mira për Allahun. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wa tayyibatu dhe namazet. Ja këthen Gjebraili, i thot, Assalamu alejke, ja ajuhan nëbiju, rahmetullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ty, o lajmëtar, o i dërguar o profet, Assalamu alejke, wa rahmetullahi wa barakatuh. Dhe begatia. Profeti i mëshirës, një moment tepër të vështirë, kur u shpalos madhështia e Zotit, çfarë kanë xheheneme, çfarë kanë xhenet e tjera, çfarë kanë qenë, çfarë do jenë. Që mund të hutohet çdo njeri. Çfarë tha? Gjebraili e përshëndet që është urim, është lutje, paqja, begimi, begatia qoftë mbi ty, numri 1 jes veta e dytë, mbi ty tek, ty o lajmëtar. Profeti mëshirës ja ktheu, Assalamu alejna, paqja qoftë mbi gjithë ne. Paqja qoftë mbi gjithë ne. Pra u lut për të gjithë. Enju dhe shpalljes u lut vetëm për profetin alayhis salam, përshëndetje veçmas, kurse profeti mëshirës, Assalamu alejna wa ala ibadillahi salihin, dhe mbi të gjithë robët e mirë të Allahut, mirë punues të Allahut. Pa unë shpjegova shkurt pak kuptimin e fjalës e ajetit Kuranit dhe s'kemi të rëzgu vetë se mëshirë për të gjitha botrat, në qoftë se do t'i morsh botrat në të cilët kalon njeriu, ka kalu njeriu, nga bota shpirtnore, zanafilla jonë, në botën lëndore dhe shpirtnore bashkë, në këtë tynja që jemi, në botën e përkohshme dhe në botën e përtejme dhe përjetshme, profetin alayhi salatu wasalam, vullën e profetëve do ta gjejmë në të gjitha botrat, vetë se mëshirë për të gjitha botrat. Pra them që diçka duhet për shkak të cilësive që ka, për sosmëri, sa përsosur është. Më pa dhe ke i mjet i thjesht, më pa ke i biciklet, ai makina, ai shtëpi. Sa përsosur është. Duhet sa e bukur e hishme është, dhe duhet sa bamirësa, sa dobi të sjell, mas Allahu vjen profeti alayhi salatu wasalam. Por për sosmërinë,
hjeshin, sidomos atë morale, dhe bamirësin. Pozicioni pra që i ka dhonë Allahu, i ka dhonë sebeb shkak mëshirë për të gjitha botrat. Dhe në gjitha botrat ku i ka qenë. Ishte këtu, dhe ato që është atje, dhe ato që do jetë. Mjafton që rruga për ka Allahu ka lënë nëpërmjet gjurmëve të profetit Muhammed a.s. Dielli i kësaj bote është sebeb prit mollit Zot për gjallëninë biologjike. Dhe dielli i botës shpirtërore, mendore, i udhëzimit është profeti Muhammed a.s. Këto dy pishtar, këto dy diej ka përmend me termin siraj, pishtar, Zotin Kur'an, diellin që ne shohim dhe Muhamedi a.s. E ka bërë sebeb për gjallëninë shpirtërore, mendore, morale. Pra, që të dush diçka duhet ta njohësh. Pra që të dush diçka duhet ta njohësh. Pa dashurinë për Allahun ne nuk jemi besimtar. Pa dashurinë për pejgamberin alayhis salam ne nuk jemi besimtar. Dhe për dashuri për të gjitha ato që na ka urdhëruar Allahu dhe i dërguari i tij. Atëherë nuk kemi ku shkojmë, nuk ka iman, nuk si të plot jo se jo, pa dash Allahun mbi të gjithë pastaj profetin alayhis salam. Ç'është dashuria ka edhe për kufizimesh, sociolog, psikolog, filozof e tjerë shkurt. Ndjenjë, unë po më të shkurt nuk ka ku ta gjej. Ç'është dashuria? Ndjenjë vjen mas njohjes. E njoftë Zotin, e pamundur mos ta dush. Vetëm nëse je larg qof, je djalli vet, je shkom, a ç'a mund të them? Nuk hyki njerëzit. Ndjenjë, emocion që vjen mas njohjes. Pra, shkurt, uji me cilin vaditet çdo lloj dashuri. Për ç'a po flasim, çka ka më rëndësi dashuria për Allahun dhe dërgumin e Allahut, fen Allahut dhe çfarë lidhet me këto. Uji me cilën vaditet dashuria për Allahun dhe pejgamberin alayhis salam dhe çfarë na duhet me dash, është dituria. Sa më shumë ta njohësh Zotin, aq më shumë e do atë. Sa më shumë ta njohësh pejgamberin alayhis salam, aq më shumë e do. Sa më shumë ta njohësh Islamin, aq më shumë e do këtë fe. Dhe pikërisht për këtë ujë foli Allahu dhe dha urdhën Allahu dhe ishte urdhni i parë i Allahut që i zbriti profetit alayhis salam, ikra, lexo, urdhni i parë që ka zbrit në tokë prej Kuranit, ikra, ja ummet e Muhammed, o ummeti Muhammedit. Zotin ndrejsh neve. Sepse dashuria është energji, potenciali pa pam që ka njeriu vetvete. Po u dojq, po u shpenzu për atë që s'duhet, njeriu djeg vetën, shkatërron vetën. Po ashtu edhe urrejtja. Lexo, ikra wa rabbukel akram. Ka prezantuar Allahu vetën që ka ajetet e para. Mas i ka dhënë urdhrin lexo, pra njihe Zotin tanë. Me qa emri? Mos ishte emri Allahut nga të para që zbritën në Kur'an, Xhabbar, gjithë zaptues, Muntakim, hakmarës, ndëshkues, jo. Lexo, ikra wa rabbukel akram. Lexo ndërkohë që Zoti yt, fjala Rabb, krijues, furnizues, edukues, përkujdesës, pronar, fjala Rabb. Zoti el-Akram është më bujari. Tham, diçka duhet një nga arsyet për shkak të bamirësisë, bujarisë, asaj që t'jep. E prezanton Allahun në ajetet e para, 5 ajetet e para që kanë zbrit profeti alayhis salam me emrin e Rabb dhe me el-Akram, më bujari. Më bujari. Pra që të dush dhe të dish me dush dhe sa dush e qa duhet me dash, është e domosdoshme ta vaditësh me njohuriet sakt, mos vdesi mrena vetës. Vazhdimisht
Dhe profeti alayhi salatu wassalam duhet dësh mas Allahut. Dhe i përsosur dhe mrena kufive të krijesës, Muhamedi alayhi salatu wassalam si i njeri i përsosur, sa më shumë ta njohësh, aq më shumë i do. Për çdo gjë do të jesh i kufizuar ke dashuria. Ma e men. Përveç se ke Allahu, për Allahun, për fenë e Allahut dhe dërgumin e Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam. Nga krizat që kanë njerëzit sot është urrëtia mes unitetit, përçarja deri në familje, divorci. Shqipëria rekord divorcesh. Shtet popullat me shumicë musliman. Unë mora si rast hidhur zotin Andrejt dhe na rregulloft për të kuptuar i çik ma mendenja, ma me dhimje që të zgjohemi nga gjumi, se që është dashunia, për mërke i plagë shoqërisë tonë sot. Dikur, kur do bashkoj i qift, nërej, familja, fisi, pyetnin palët për njëri tjetrin. Pra, përpiqeshin merrshin njohuri për njëri tjetrin, dhe mos i merrshin njohuri e njihshin njëri tjetrin, fisin, familjen, çunin, gocën, dhe shtohej dashuria për shkak cilësive që kishin, shkonin ke akti i martesës, dhe martesa ishte më shëndosh dhe më qëndrueshme. Me statistika, afërsisht 70% e martesave që bëhen, si themi në gjuhë popullore, me dashni, pa shkes, pa e shqyrtu familja fare fisi, dështojnë 70% e sipër. Pse? Sepse që ta dush ti atë dhe ajo ty, do ta njohësh herë, je i njeri, nuk je fishek zjarr që të vesh krepse dhe që të mosh flag i sekond qef, bukur, dritë, ca xixa, edhe miropafshëm, rrin arsin, forko syt. Pa nëse kjo lidhje nuk vaditet me njohje, patjetër, dhe është thjesht fryt i çasit dhe ignorancës nga ana tjetër, atëherë s'ka gjatësi, s'ka garanci. Dhe kjo është fakt i përditshëm sot. Po në marë i thjesht jetës tonë përditshme. Ama, ma nalta, ma me vlerë është dashunia edhe herë. Dashunia duhet vadit me njohuri, me dituri. Për gjithë shka jo vetëm për Allahun dhe dërgumin. Ndër tjera, feja jonë në mëson të njohim vlera dhe gjona. Dhe në zhgënjimi, kur duhet i çka më shumë se e meriton, në zhgënjimi, mi mori mend ajo mu, a i mi mori mend thot pala tjetër, u martum, u ndam, pse? Në zhgënjimi, pse në zhgënjimi? Sepse dalin cilësi, pa parashikume, nuk i ke njoft për para. Unë mund t'ja njoft me atat, e kufizoj dashurin, ky meriton deri këtu. Dhe nuk kam se zhgënjem, dhe pasojat janë më të lehta, ose s'ka pasoja fare. Kjo t'i njoh krejt kjo t'i njoh, me gjithë fezullimet e mahnitjet që ka, po të mojmë dituni nga Allahu, nga profeti alayhi salatu selam, që ka thonë për këtë botë, po të kishte kjo botë vlerën e një krahut mushkonjës, Allahu qafirit ati që o pa fe, zdo i tasit pi me ujë. Ti kuptoje. Pra mos u lidh me dashurim asaj bote, e sigur që do të rrethosh veten. Pra njihi gjonat, njihi vlerat e gjonat. Pra edhe mos më shkënjy nga dashuria e teprume për atë që se meriton, duhet ta vadishësh me ujin e diturisë. Ikra, lexo. Dhe Zoti ju të është më bujari, nuk të do, nuk t'jep ma shumë ty as t'i vetës, se sa Zoti jot. T'ka shuj profet, ta njohësh, ta studiosh, ta mësosh, ta ndjekësh. Po kemi edhe i çështje tjetër, nga smunjet e muslimanëve, rrymave caktuar që përhap mes musliman, fjalën dashuria për profetin, e komentojnë si thjesht ndjekje e rrugës profetit. Nuk ka fije në dyshimit, që, si që thamë, a thot ajeti Koranit,
Që ai që do Allahun ndjek profetin alayhis salam. Dhe e bën njeriu muslimanin fen ton sikur s'ka lidhje fare me emocionet, me ndenjat. Është bankomat njeriu? Është robot? Apo gur ç'është? Tham, është ndenjë që vjen mas njohjes. Dashuria vërtet flasim. Jo marramendje, jo dehje e momentit. Ke muslimani, por derisa njeriu ka mendje, ka zemër, ka urrëti, ka dashuri, ka emocione, pa fjalë dyshimit që dashuria për profetin alayhis salam e para është ta ndjekësh rrugën e tij e shoqëruar dhe me emocionin e dashurisë. Se po mos ishte edhe emocioni aty, atëherë profeti alayhis salam, qysh kur ishte gjallë në këtë një, do i qorton dhe shokët e vetë besnik që janë brezi më i mirë, që kanë qapë për pejgamberin alayhis salam, i kanë puth dorën, ka sakrifiku jetën për si që ka me dash profetin alayhis salam e shkëput me nga emocioni, që kjo vëllë fermë, pa ka inxhinieri mekanike më. Kjo është për të artur me një gjuhë kush më. Me që e një fillestar, vallaj bilaj, me një gjuhë i hoxh, që thotë me dash pejgamberin alayhis salam, do me thonë, jo dashuri emocionale, pa thjesht me ndjek rrugën aty, thotë po hiki, po studioj për mekanika, për një gjë tjetër, për teknologji. S'e ka fektë, robi. A themi në fe islami o gjithë përfshirëse? E po emocioni, kujt i tako ka atëherë? Gurit, drunit, kompjuterit, robotit, apo bankomatit, se kemi shumë qef bankomatit kur dalim parat. Aty kemi emocione, s'ka problem, se dalim parat. Jamër. Njeriu, a është i tillë? Ka emocion njeriu. A qanë nga dhimbja, qanë edhe qesh nga gëzimi, nga dashuria për mallohet. Atëherë, s'e ka feja jonë gjithë përfshirëse atëherë. Kur s'e ka ndjenja, atëherë s'e ka gjithë përfshirëse. Feja në përsosur dhe gjithë përfshirëse. Kush e kuptoi këtë? Mos i vi çudi kur të zojnë ajet Kur'anit. Ku i malli Zot thot, kulin gun kanë abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Thuaj, pa thot Allah, thuaj o Muhammed, thuaj musliman vetës, thuaj tjetrit, nëse janë baballarët tuaj, bijtë tuaj, vëllezërit tuaj, bashortët tuaj, farefisi juaj, pasunia juaj që keni fitu, tregtia për cilën rrinin me rak se mos ju humbi, banesat që ju knaqin, më të dashura tek ju se Allahu dhe i dërgumi i tij dhe përpjekëm rrugë Zotit, pra me rujt dhe me majt fen dhe me përhap këtë fe, fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri, atëherë pritni derisa të vi Allahu me urdhën e vet, Zotin na rrit. Njerëzit sot, edhe i pjesë e mirë e muslimanëve, Zoti na drejtohet gjithë dhe na rrit mendjen dhe zemrën. Po janë bo pa e kuptu gjitha këto që hynë këtë dynjoja, kjo botë, ma dashur se Allahu, se i dërgumi Zotit, edhe se ke feja Zotit. Edhe më sot kush që qa janë to që nodhin, po nodhim se ka nodhi herë ke ne. Mangësi tona. Pa i që lezën Kuranin vazhdimisht nuk humbet kur. Për mu, për pozitën, sqarimin e të qenurit, nga i malli Zot, vullës profete, Muhamedi alayhis salam, vetë se mëshirë për gjitha botat me i fjalë që ai ka përmbledh misionin e vet. Ma taraktu min khairin yuqarribukum illa amartukum bih. Nuk kam nën hajër, pra punë mirë. Shikoni qëllimin. E para punë mirë që quhet në Islam. E dyta qëllimi. Nuk jo më lën rrugë punën. Nuk kam lën punë mirë, që ju, çfarë? Ju afron ke Allahu, nuk ka thonë ke mu, ke Allahu, vetë se ju kam urdhënuar për atë punë mirë. Dhe nuk kam lën punë të keqe, që ju largon prej Allahut, mëshirës, dashjes, nderimit, mbikëqyrjes, për kujdeses hynore. Nuk kam lën punë të keqe, që ju largon prej Allahut, vetë se ju kam ndaluar nga ajo puna keqe. Me këtë fjalë,
po nga profeti alayhi salatu selam, çdo musliman dhe muslimane do të jetë borxhli ndaj dashmit të Allahut, vulës profetëve, dhe jo vetëm, po gjithë bota, gjithë bota janë borxhli pejgamberit alayhi salatu selam. Edhe ato që e sulmojnë, se nuk ka shasi avioni, nuk ka bark, anije, e nëndese, e qaj janë shpiket njeriut, që shos bereqeti pejgamberit alayhi salatu selam. Nuk ka legislacion në botë që mos kenë morë, mos kenë shfrytzu nga shariati që ka i pejgamberit alayhi salatu selam. Unë për mjull me i fjalë, se ne, muslimon dhe sotëm, do të thonë ato të perëndimit diçka që zgjohemi nga gjumi. Për mu do mjaftohet vetëm një ajet Kurani. Po fola shumë, se duhet me folë në fakt, edhe që ti peshojmë njonat, ti peshojmë ajetet e Kuranit. Ky person, filozof, dietar, njëri i shqum botën perëndimore, jo musliman, ka thonë një fjalë. Pra jeton në kohët moderne, kur krizat ishin fillimet e veta, armiqësit e njerëzve me njëri tjetrin, sapo ishin nes, edhe sot janë nes mirë, Zotin e gjithëve, masi studion jetën e profetit alayhi salatu selam, studion deri diku Islamin, thot ky njeri thot, ky njeri nëse do jeton në kohën tonë, jo vetëm që do i zgjidhte të gjithë problemet e botës, po do t'i zgjidhte në një kohë rekord. Sallallahu ala habibina Muhammad. Allahu e bekoft pejgamberin alayhi salam. Allahu e lartoft shembullin e atij gjithë botën. Gjithë botën. E lutim Allahun na ndryshoj me nurin e vet. Me nurin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Na nderoft me virtytet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. E bof sjelljen ton, veshjen ton, hijeshin dhe stolin ton, e boft të ndërume me virtytet e vullës profetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Na boft gjithëve ndjekës hap mas hapit rrugës tij përsosur. Na boft për atyre që e kërkojnë hakun, drejtën dhe të vërtetën, e mbrojnë atë dhe e luftojnë që nga një ajo. Dhe haku dhe drejta dhe vërteta është vetë rruga e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Është rruga e Allahut e njëjta gjë. Na bof Allahu për atyre që urrejnë kotën dhe të padrejtën, i shmangën asajt, i largohen dhe e luftojnë atë. Thot Zoti në ato nëse shihni diçka që s'ju pëlqen, nëse shihni diçka të mirë, lavdëroni Allahun, falenderoni Allahun. Nëse shihni të kundërtën, mos qortoheni kurrën e kurrës, asnjë vetë se vetën tuaj. O Zot, ne i bëm padrejtësi vetes tonë me gjunahet, koprasin, demelizmin për gjumjen tonë, nëse nuk na fal dhe na shpëton o Zot, dhe na mëshiron o Zot pa fije në dyshimit që do të jemi nga të humburit dhe dështuarit dhe dënuarit. O Zot, falna ne këtu, fali prindrit tanë, fali krejt musliman që ikën atë botë me iman, dhe gjithë ato që janë gjallë dhe do vinë mas nesh me iman deri në ditë kiametit. Dashur vëllezër, motra nderuame, kërkojni falje Allahut për gjithë. Ai po na ndihjon. Qoftë çasti i pranimit. Qoftë çasti i pranimit, lutjeve tuaja, kërkim faljes juaj. Ai po na ndihjon. Ai thot, lutmuni mu, unë ju përgjigjem. Amin. Alhamdulillah, hamdul kamilin, wassalatu wassalam على الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وطبيبنا وشفيعنا إن شاء الله يوم القيامة صاحب الكوثر سيد الخلق أجمعين إمام الأنبياء والمرسلين البرزخ الواصل الفاصل محمد المصطفى وآله الكرام وصحبه الطاهرين وعلى من اتبعه بالإحسان حتى يوم الدين تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Dëshmojmë që s'ka zot adhuruar me hak veç Allahut, që Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij. Në hutbën e dytë për të përforcuar edhe herët me qëllimin e mirë dhe të lartë
për të kontrolluar mbi të gjithë secili veten e vet. Sa ndjen dashuri për Allahun dhe dërgumin e tij. Dhe që edhe ndjenja që duhet, siç e tham, do të fuqizohet, të rritet, e të vaditet nga diturnia e vërtet, nga shpallja hyjnore. Është pjesë e besimit, është pjesë e jetës tonë shpirtërore, mendore. Thuhet po nga profeti alayhi salatu wasalam që armiku i parë i njeriu Iblisi lanetullah alayh ka rënku, ka klidh nga dhimbja, nga urrëtia, nga dëshpërimi, thuhet si dush 4 herë. 4 herë. Pra, kështu ka dërë Zoti që gjërat njihen me të kundërtën e vet. Folën për dashurinë për Allahun, shkurt, dhe për pejgamberin e sallallahu alajhi wasallam, që është emocion, ndjenjë që vjen pas njohjes, është e kundërta, armiku i njeriu. Ka rënku, ka klidh nga dëshpërimi 4 herë. Hera parë, kur e mallkoi molli Zot dhe e nxorri nga xheneti, masi mashtroi Ademin alayhis salam. E dyta, pra, i herë kur e mallkoi, i herë kur e nxorri nga xheneti, u bën 2. E treta, kur ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka klidh, ka rënku nga marazi. E kundërta është gëzimi, gëzimi. Dhe çuditën dhe e bëjnë bidat sa me vludin, që gjoja është e bosi fest. Jo më jo, ne nuk e kemi me vludin, pra festimin, ose gëzimin, shprehjen e gëzimit, që është falënderim realisht ndaj për Zotin, për dërgesën e profetit alayhis salam, nuk është vetëm hënën apo në ditën që ka le për profeti alayhis salam. Është gjithë jeta e muslimanit. Mos ketë frikë na një se po konkuron kur bën Bajramin ose fitër Bajramin, jo. Pasi profeti alayhis salam, siç e tha, me mënyrën e vet, veçantë, po me adhurim, e ka festuar javë për javë ditën e vet. Pse gjino ditë hënë ja Rasulullah, se në këtë ditë kam lind, ç'a halli ke? Ç'a ka këtu? Mos përqe shejtani, Iblisi, që ka klidh nga marazi se lindi vula e profetëve, vetëm mëshirë për gjitha botrat. Allah i jep të kundërta që ne të kuptojmë, të thirrë menjes. Një nga vëllezërit tonë muslimanë është masakër sot, dashur vëllezër, keni mendje nga lexoni TikTokat, e stërqokat, çfarë shihni ju? Kujdes ka ku e merrni fen. Çfarë lloj kasapësh? Kujtoj një nga vëllezërit tonë më bonin bisedë mas namazit, pejgamberi alayhis salam që i vlla tjetër muslimanë kishte pa në ëndër, dhe i dolën natë ka syt. I drejtoi kishin nga fytyra, sigur kishte bënë një gjinof moll, sigur kishte bënë krim. U preke i tha, çao kjo ferm, ç'a fe o kjo më? Fe kriminalash, nuk e di më ç'është kjo. Rosh pa shpirt më. E akuzoi një vap se i dolën lot për pejgamberin alayhis salam, i tha u preki, i tha. Deri këtu ka arrit trajtimi i fesë nga dikush. Jo më të bëj atë që bëni shejtani, Iblisi. Toleras nga marazi se ka ardhur pejgamberi alayhis salam. A katërta, kur ka rënku nga marazi, Iblisi është kur ka zbrit sura Al-Fatiha. To 4 raste. To 4 raste. Mallkimi i Zotit, dalja për xhenetit dhe lindja profetit alayhis salam dhe zbritja e surës Al-Fatiha. Atë që urren shejtani, do të më dashnë. Ajo që pikëllon dhe dëshpëron shejtanin, Iblisin, thirrë menjes, kontrollon zemrën, menjen, për çfarë do një më shumë? A kur vjen ai top parë të dalin lot gëzimi, apo kujtohet në Kur'an që Allahu ka thënë profet vetëm mëshirë për gjithë. Sallallahu ala habibina Muhammad.